Kryqin. Nisim në paqe në Krisht. Po e lusim për shpirtërinë e udhës kryqit. Në emrin të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. O i miri dhe i dashur Jezu Krisht, për dashurinë që kemi për ty, duam të përcjellim me mend mundimet dhe vdekjen tënde në mal Kalvarit. Ki dhim për ne mëkatarët e shkret, mëkatet e cilve kanë qenë shkaku i mundimeve dhe i vdekjes sate. Këtë përkushti po e paraqesim për nderin të emrit tënd, për nevojat tona shpirtërore, për freskim të shpirtrave të mëkatorit, si dhe për nevojat e kishës shenjte. Amen. Te soja tuj lotue, afër kryqit, tuj shikjue, Krishtin pezull kryqësue. Në dashtur t'los pa prap, vartet birit kanë panda, gjurman zemër me mi ba. Të ndalurit e parë, Jezu Krishtin e gjykojnë për vdekje. Ta adhurojmë o Krisht të bekojmë, se me kryqin tënd të shenjtë që përbleve botën mbarë. Jezu Krishti, vetë pa fajësia, gjykohet për vdekje. E përse? Që të shpërblej pa drejtësit, gabimet dhe fajet tona, dhe që të na shlyej gjykimin për ferë. Të lutemi. O i dashur Jezu Krisht, për mundimet që hoqe duke pranuar gjykimin e vdekjes pa rrugë, na shlyej edhe ne gjykimin e dënimit të amshuar, që e kemi meritu me mëkatet tona. Amen. Shira Zot për ne, mëshire për ne, e shta zemrë
Krishtit, prejes gjetit, prej ilnimit, zojs për shkueja kishte shqit. Të ndalurit të dytë, Jezu Krishti është ngarkuar me kryq. Ta adhurojmë o Krisht të bekojmë, se me kryqin të shenjtë shpërbleve botën mbarë. Jezu Krishti merr kryqin në krah dhe bashkë me kryq edhe të gjitha mëkatet e njerëzimit, për të cilat ka për të vdekur në malë të Kalvarit. Të lutemi, Jezu Krisht, shëlbuesi ynë, ti po e merr kryqin prej dashurisë që ke për ne, e na fatzezët ende jemi duke mëkatnuar. Dëshirojmë me gjithë zemër të rrfehemi dhe të pajtohemi me ty. Amen. Shiro Zot për ne, mëshire për ne, o sa në vaje, sa në ankim, kena qast pa pas një gzim, nana e Krishtit veç bekim. Të ndalër të tretë, Jezu Krishti bie të parën herë në kryq. Ta adhurojmë o Krisht të bekojmë. Me kryqin tënd të shenjtë të shpërbleve botën mbarë. Sa të rënda janë mëkatet tona, kur në mbarën e tyre rrëzohet ai që gjithçka ngan më të pushtetshme në dorën e vet. E përse Jezu Krishti rrëzohet, që të na çojë në epillomi të mëkateve. Të lutemi, Jezu Krishti dashur, mëkatet tona bërën që të bish për dhe, po të lutemi na jep lot t'i çaj me gjithë zemër, na jep fuqi që ta japim besën dhe të mos bijem më kur me to. Amen. Shiro Zot për ne, mëshire për ne, kjatet neste, vimshnjanar, mundu e Krishtit, për që tha, pa mujt kusht jëndim me i dha. Të ndalër të katër, Jezu Krishti hasë në nënën e vetë. Ta adhurojmë o Krisht të bekojmë. Me kryqin tënd të shenjtë të shpërbleve botën mbarë. Jezu Krishti gjykuar për vdekje, me kuror ferash në krye, me kryq në krah, i rrahur prej mizorëve, has në nënën e vet, Zojën e bekuar. Sa dhembje të madhe do të kenë sprovuar këto dy zemra të pastra dhe të dashura. Të lutemi. Jezu Krishti dashur për dhembjen që sprovove kur u hase në nënën tënde, bën që dhe ne ta kuptojmë rëndësinë e vuajtjeve. O Zoj, të jeshti nëna jonë, dhe vend të kthehemi ka Zoti dhe t'i mbajmë urdhrimet e Tija. Amen. Shiro Zot për ne, mëshire për ne, ujë qyrnanën vetën Zot, afër kryqit me varë plot, nuk ashtë njeri që s'derlot. Të ndalur të pesë, Jezu Krishti ndihmuar prej Cirineo. Ta adhurojmë Krisht të bekojmë. Me kryqin tënd të shenjtë të shpërbleve botën mbarë. Jezu Krishti, aq fort është lodhur, sa nuk është më i Zotit të baj kryqin, por lypet që t'ja mbaj një farë Simoni prej Cirenit. Gjithkush i ndihmon Jezu Krishtit, kur i ndihmon të afërmit që ka nevojë. Të lutemi. Jezu Krishti dashur, e dim se duke mos u ndihmu skamnorve, nuk të kemi ndihmu ty në mbartjen e kryqit. Në ndihmo që ta shëtutje të duam gjithkënd për dashurin tënde, e veçanërisht të vobektit dhe të mirët. Amen. Shiro Zot për ne, mëshire për ne, kush e Zoje, natës qene, këtë i dekun për e djalët vetë,
ndarjet e 6, Veronika ja fshin ftyrën Jezu Krishtit. Ta adhurojmë o Krisht dhe të bekojmë. Me shpirtin tënd të shenjtë të shpërbleve botën mbarë. Jezu Krishti i lodhur dhe i mbetur i ngjitet malit të Kalvarit. Fytyra e tij është mbuluar me djers, gjak dhe pluhur. Në mes të gjithë atyre që ngiheshin në mundimet të Krishtit, u gjet një grua trimresh, e cila pa marrë dhe frikë për salvuesash, i afrohet Jezu Krishtit dhe afshiu fytyrën e tij. Të lutemi. E madhe që trimëria dhe e flakt dashuria e slumës Veronik për ty, o i dashur Jezu Krisht. Vën po të lutemi që dhe ne të trimërohemi ka shpirti dhe pa marrë të kryem gjitha udhërimet e tua. Amen. Shiro Zot për ne, më shire për ne, ka te tona si, e pa Krishti gjithmoni, prej së rachnash asaj di. Të ndarjet e 7, Jezu Krishti bie të dytën herë në kryq. Ta adhurojmë o Krisht dhe të bekojmë. Me kryqin tënd të shenjtë të shpërbleve botën mbarë. Jezu Krishti bie për së dyti në kryq, që të na çojë ne prej mëkatit. I dhembin varrat, por më fort pa pendimi ymë dhe madhështia bëjnë që të lodhet. Përule madhështinë dhe krenarin tënde, o njeri, dhe bënu zemër butë e përvojtur. Të lutemi. Jezu Krishti dashur, ti përsëri porëzohesh në barën e kryqit që të na çosh prej mëkateve. Na shndrit mendjen të kuptojmë sa gjë e keqe e madhe është mëkati dhe të ruhemi gjithmonë prej tij. Amen. Shiro Zot për ne, më shire për ne, mal Kalvari, unë shohoj, e në kryqe, kur varoj, Krishtin paue, në shljasoj. Të ndalurit e 8, Jezu Krishti ngushëllon gratë. Ta adhurojmë o Krisht dhe të bekojmë. Me kryqin tënd të shenjtë të shpërbleve botën mbarë. Gratë e përshpërtshme të Jeruzalemit, kur pan Jezu Krishtin ashtu të vuajtur, filluan të qajnë. Krishti u tha: Bija të Jeruzalemit, mos më qani mua, por qani vetën dhe fëmijët tuaj. Edhe ne na thot Krishti, qani vetën dhe mëkatet tuaja. Të lutemi. Jezu Krishti dashur që me fort do t'i qajnë mëkatet e mia si dhembjet e tua, më ndihmo të pendojmë për një mend me gjithë zemër dhe të rrëfehem mirë, kështu që të pajtohem me ty një herë për gjithmonë. Amen. Shiro Zot për ne, më shire për ne, dehti nana e dashni, vyven tante, antandi, sa tjetojnë këtë shekullëtsi. Të ndalur të nalë, Jezu Krishti bie të tretën herë në kryq. Ta adhurojmë o Krisht dhe të bekojmë. Sa me kryqin tënd të shenjtë të shpërbleve botën mbarë. Për së treti, Krishti porëzohet në kryq dhe përsëri qohet të kryej veprën shpërblimtare të veten. Duaje edhe të kryqin, sepse në të është shpëtimi dhe jeta. Të lutemi. Jezu Krishti dashur, po të lutemi për mundimet e tua, mos na lër në mëkatet tona, por bën që ta kuptojmë rëndësinë e vdekjes sate dhe me ndihmën tënde ta shëlbojmë shpirtin ton. Amen. Shiro Zot për ne, shire për ne, tuj lutë gjithmonë, o shko
të 10 Jezu Krishtin e zhveshim, të adhurojmë o Krisht të bekojmë. Sa me kryqin tënd të shenjtë e shpërbleve botë mbar. Jezu Krishti, si doli në kalvar, salvuesa të zhdeshën, çmirim, i zhveshur faqe munduesve rri Krishti, Zotë e njeri, e përse që të shpërblim katët e krenarisë dhe të grykësisë sonë. Të lutemi. Jezu Krishti dashur, sa shumë vuan ti për mëkatet tona, të zhveshën që të shpaguash krenarin dhe të dhanë të pish tëmth dhe uthull për të shpërblyer grykësinë tonë. Bën po të lutemi që edhe ne të zhveshemi prej krenarisë sonë dhe të jemi të matën ushqim në pije. Amen. Shiro Zot për ne, më shire për ne, nana e dashtun, plus papra, partet biri, tan pada, gjurman zemër me mi ba. Të ndalurit e 11, Jezu Krishtin e gozhdojmë në kryq. Të adhurojmë o Krisht të bekojmë. Me kryqin tënd të shenjtë e shpërbleve botë mbar. Të mendojmë se si gozhdet të rrahura me çekeq i shpërojnë duar dhe këmbë Jezu Krishtit dhe ngulen thellë në dru. Sa dhëmbje e madhe do të ketë qenë, e pra, ai veproi vetëm mirë. Mendo atëherë çka do të meritoshe ti. Të lutemi. Jezu Krisht, si mundemi ne të shikojmë të mbërthyer në kryq e mos të largohemi prej mëkateve tona? Sa ndëshkime të rep ta meritojmë për mëkatet e gjithëtanishme. O Jezus, na jep fatin që të pendohemi me gjithë zemër. Amen. Mëshiro Zot për ne, mëshirë për ne, ti pjestar mban për gjithmonë, natë mundim që për e fajton, që mbi kryq shëlbuesi jo. Të ndalit e 12, Jezu Krishti vdes në kryq, të adhurojmë o Krisht të bekojmë. Shpërbleve botë mbar. Në dhëmbje të pamas, Jezu Krishti qëndron i mbërthyer në kryq. E salvuesat nuk pushojnë duke pushtëruar dhe duke përqeshur. Megjithatë, ai nuk i nëm, por lutet për ta. Falje o atë, se nuk din që bëjnë. Ai fal të armët qëto? Jezusi, pastri orë mundin me shtërënda, si bërtiti me zë të madh dhe shpirt. E përse gjithë këta? Për të na shëlbuar ne që po endemi dita ditës larg tij. Të lutemi. Jezu Krishti dashur, ti vdiqe në mundime shumë të rënda dhe përsëri na shtrin dorën që të pajtohesh me ne. A nuk do ta marrim dorën e pajtimit tënd? Po, o Jezus, e për këtë punë po bijem në të dëgjojnë para kryqit tënd, dhe me gjithë fuqinë e shpirtit penduar po të lutemi ki mëshirë për ne, e mos lejo që të ndahemi prej teje. Amen. Shiro Zot për ne, mëshirë për ne. Afër e kryqit vitën sot, vanozoj me derdhun lot, derisa të kemi jetë mo. Të ndalit e 13, Jezu Krishtin e ulin prej kryqit. Të adhurojmë o Krisht të bekojmë. Me kryqin tënd të shenjtë e shpërbleve botë mbar.
Jezu Krishtin e ullën prej kryqit dhe e vurën në prehen të nënës së vetë, Zojës së bekuar. Kush mund të kuptoj krejtësisht dhimbjen e nënës, e cila ka në prehen trupin e vdekur të vetë me djalë. Të lutemi. O Zoj, në anë të jetë dhemshur për dhembjet të madhe, zemrës sate dhe vartë e birit tënd, në nxjerr hirin t'i qajmë me lot mëkatet tona dhe të kthehemi ka Zoti ynë, për në Zoj të vdesim hirin shejtnues dhe të shëlbohemi. Amen. Mëshiro Zot për ne, mëshirë për ne, afër kryqit tuaj gjimohe, afër teje tuaj lotue, kishte unë pakushue. Të ndalit e 14 Jezu Krishtin e varrosin, të adhurojmë o Krisht të bekojmë. Se me kryshin tënë të shenjtë e shpërbleve botën barë. Jozefi prej Arimateje dhe Nikodemi i dhanë nderimin e fundit trupit të Jezu Krishtit, duke e varrosur një varr të ri, ku deri atëherë nuk ishte varrosur askush. Por korpi i Krishtit nuk ndenjë gjatë në varr, sepse të tretën ditë Jezusi bashkoi shpirtin dhe korpin, lumturisht është ngjallur duke dëshmuar kështu hyjninë e vet. Të lutemi, Jezu Krisht i dashur, fituesi i vdekjes e dhënës i jetës, po të adhurojmë por si Zot biri jam shuar jatit e amshueshëm. Ti po na thua, e jani tek unë ju, që jeni të lodhur dhe të mbetur prej barrës së mëkateve, dhe unë kam për t'ua kthyer shëndetin, paqen dhe jetën me gëzime. Ja pra ne po vim dhe mos lejo që të ndahemi me kur prej teje. Amen. Mëshira Zot për ne, mëshirë për ne. O Zoj Virgjë, danet lirë, lute Zotit, ketë mëshirë, shërbim prej si në nxirë, nana e ashtu, ljus pa prap, vartë e piri, tanë pa dat, gjuma zemër me mi va. Urata përmbyllëse, o i dashur Jezu Krisht, për të faleminderit për hire që na ke dhënë me këtë përkushti. Pranoje pranë nderim të mundimeve tua, për shpërblim të mëkateve tona dhe për freskim të shpirtrave të purgatorit. Mos lejo Jezu Krisht gjaku i derdhunyti të shkojë për ne kot, por na jep hiret e tua që pas kësaj jete të vinë për gëzuar në mëshirë. Amen. Ju bekoft ju gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shenjtë.
në emrin të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Hiri i Zotit ton, Jezu Krishtit, dashuria, hyjit dhe bashkimi i Shpirtit Shenjtë qoftë me ju të gjithë. Dashur vëllezër e motra, sot kisha e shenjtë është mesin e krezhmeve e kohës së shenjtë, përgatitje për Pashkë, për ringjallje. Madje quhet edhe e djela e gëzimit, mos me harrue që çdo kryq shkon drejt ringjalljes, nëse e marrim e bajmë me dashni sipas shembullit Krishtit. Në fillim kësaj meshe dalim para Zotit të penduar me zemër, t'i pranojmë fajt e lëshimet, gabimet tona, sepse vetëm kur takohemi sinqerisht me dikën, atëherë mund me ndodh edhe ndryshimi. Prandaj edhe ne me zemër themi, po i rfehem, hyje të gjithë kushtetshëm, dhe juve o vëllezër e motra, se kam katuar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me lëshime, për fajin tim, për matë madhin fajin tim. Prandaj po i porositem së lumës Mari, gjithmonë virgjër, të gjithë engjëjve, shenjtërve, dhe juve o vëllezër e motra, që të luteni për mua Zotit hyjë ton. Hyjë gjithë kushtetshëm pas mëshirë për ne, na i falët mëkatet tona dhe na përcjell në jetën e pasosur. Zot ki mëshirë, o Zot ki mëshirë, o Krisht ki mëshirë, o Krisht ki mëshirë, o Zot ki mëshirë, o Zot ki mëshirë. Të lutemi. O hyj, ti që me anën e fjalës sate pajton mrekullisht gjinin njerëzore, bëj po të lutemi që populli krishterë të përgatitet me nxitim, me përshpirtëri të gatshme dhe me fe të flakt për të kremtet e ardhshme. Në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tanë, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Ta dëgjojmë fjalën e Zotit. Lexim për librit të parë të Samuelit. Në ato ditë, Zoti tha Samuelit: "Deri kur do të vajtosh Saulin, pasion e flaka tej, që të mos mbretëroj mbi Izrael? Mbush e birin tënd me vaj, e eja që të çoj tek Jeseu Betlehemas, sepse gjeta për vete mbretin ndër bijtë e tij." Samueli bëri sikur se i kishte urdhëruar Zoti dhe erdhi në Betlehem. Kur hyn, Samueli e pa Eliaben e i tha: "S'ka dyshim se para Zotit është i shoguruari i tij." Por Zoti i tha Samuelit: "Mos e shiko fytyrën e tij dhe lartësinë e shtatit të tij, sepse e kam përjashtuar. Unë nuk gjykoj sipas pamjes së njerëzve. Njeriu shet çka duhet për jashta, kurse Zoti vren zemrën." Kështu, Jeseu i solli 7 djemtë e vet para Samuelit, dhe Samueli i tha Jeseut: "Prej këtyre, Zoti nuk na ka zgjedhur asnjërin." Samueli tha përsëri Jeseut: "A janë vetëm këta bijtë tu?" Ai u përgjigj: "Kam edhe një, më të voglen është duke kullotur delet." Samueli tha Jeseut: "Ço e sjellë këtu, nuk do ta shtrojmë bukën derisa të vijë ai këtu."
Dërgoi pra dhe solle. Ishte kuqlosh, i bukur e i hishëm nga pamja. Zoti tha, qoho e lyeje, sepse ky është. Atëherë, Samueli e mori birin dhe shuguroi midis vëllezërve të tij. Shpirti i Zotit e pushtoi Davidin prej asoj dite e mëtutje. Samueli u ngrit e shkoi në Ram. Fjala e Zotit. Në përfusha të gjallë pra, a i më jap pushim. Më prinë në ujra të qeta, shpirtin ma përtrin. A i më prinë shtigjeve të drejta, në soje të dashurisë së emrit të vetë. Po edhe të kalofsha në përluginën e hijës së vdekjes, strembem nga e keqja, sepse ti je me mua. Thu pra jote dhe këraba, për mua janë ngushëllim. Ti mashtron të vezën për para, ndërsy të armiqeve të me. Me vaj e mirë kryet ma lyen, gotën ma mbush plot e për plot. Hiri dhe mirësia do të më përcjellin në të gjitha ditët e jetës time. Do të banoj në shtëpinë e Zotit derisa të jem gjallë. Lezim për letës së Shëmparit Apostoll drejtuar Efesianëve. Vëllezër, dikur ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotrin. Jetoni por si bijtë të dritës. Fryti i dritës është mirësia, drejtësia e vërteta. Vendosuni të bëni çka i pëlqen hyjet. Mos keni pjesë në veprat e pafryshme të errësirës, por përkundrazi më mirë zbuloni, sepse veprat që këta njerëz i bëjnë fshehta zë është turp edhe të fliten. E çdo gjë që zbulohet del në dritën e vërtetë të veten, sepse çdo gjë që është e zbuluar është dritë. Prandaj thot, zgjohu ti që fle, ngritu nga të vdekurit, dhe do të shndrisë Krishti. Fjala e Zotit. Unë jam drita e botës, thot Zoti. Kush vjen pas meje nuk do të ecë në errësirë, pra do të ketë dritën e jetës. Ty, o Jesu, ty lumturia e amshuar. Zoti qoftë me ju. Leximi i Unxhilit shajt sipas Gjonit. Në atë kohë Jezusi duke kalu rrugës pa një njeri të verbër që kishte lindur i verbër. Nxënësit e tij e pyetën, Rabi, kush mëkatoi, ky apo prindrit e tij që lindi i verbër? Nuk mëkatoi as ky, as prindrit e tij, përgjigji Jezusi, por ndodhi kështu që në të dëftohen veprat e hyjit. Derisa tjetë ditë na duhet i kryen veprat e atij që më dërgoi. Po vjen nata kur askush s'mund të punoj. Derisa të jem në botë, jam drita e botës. Si tha kështu, pështyun dhe, bëri balt me pështyn, ja leu syt me balt dhe i tha, shko,
Elahu në banjën Siloam, që do të thot i dërguari. A i shkoj, u la dhe kur po kthej shihte. Fëqinjtë e ti dhe ata që më pare kishin parë duke lyp, thoshin, pa nuk është ky ai që rrin të lypte? Ai është, thonin disa. Jo, por është një që i përngjan atij, thoshin të do tjerë. Ai vetë thoshte, unë jam. Atëherë i thanë, po si atëherë të erdhi drita e syve? Ai u përgjigji, njeriu që quhet Jezus, përzjeu balt, mi lau syt dhe më tha, shko në Siloam dhe lahu. Shkova, pra u lava dhe pash. Ku është ai? I thanë. Nuk di, përgjigji. Atëherë quan atë që përpara ishte i verbër te farizejt. Ajo ditë kishte qenë e shtunë, kurse Jezusi përzjeu baltën dhe ja dha dritën e syve. Edhe farizejt filluan prap ta pyesin si e fitoi pamjet e syve. Ky u përgjigj, më vuri baltë në sy, unë u lava dhe ja tani shoh. Atëherë disa prej farizejsh thanë, ky njeri nuk është prej hyjt, sepse nuk e mban shtunën. Por disa tjerë thoshin, një mëkatar si mund të bëjë këso shenjash? Dhe u bë përçarje ndër ta. Pastaj e pyetën prap të verbërin, e ti, çka thua për atë njeri që ta dha pamjet e syve? Është profet, përgjigji. Judejt nuk besuan se kishte qenë vërtet i verbër dhe se ju shëruan syt, derisa si thirrën prindrit e atij që u shërua dhe i pyetën, a është ky djali juaj për cilin po honi se lindi i verbër? E si sheh tani? Atëherë prindrit e tij përgjigjen, e dim se ky është djali ynë dhe se lindi i verbër. Si sheh tani, nuk dim. As nuk dim se kush ja shëroi syt. Pyetni atë, është njeri i rritur, ai do t'ju tregojë për vete. Prindrit e tij folën kështu sepse i druanin judejt. E një mend judejt kishin marrë vendim të përjashtohet nga sinagoga ai që Jezusin ta dëshmonte për Mesi. Për këtë arsye përgjigjen prindrit e tij, i rritur është, pyetni atë. Atëherë thirrën për zdyti atë që kishte qenë i verbër dhe i thanë, jepi lavdi hyjit, ne e dim se ai është njeri mëkatar. A është mëkatar? U përgjigji, se di, një gjë e di, kam qenë i verbër e tani shoh. Atëherë ata i thanë, çka të bëri, si ti shëroi sy? Tash ti ju thash, u përgjigje, nuk më dëgjuat? Çka? Doni prap të dëgjoni? A mos doni të bëheni dhe ju nxënësit e tij? Atëherë ata filluan ta fyenin e i thoshin, ti je nxënësi i tij, ne jemi nxënësit e Mojsiut. Ne e dim se hyji ka fol me Mojsiun e për këtë nuk dim as prej ka është. Shih, kjo gjë është e çuditshme, u përgjigji njeriu. Ju s'dini as prej ka është, e mua më dha dritën e syve. E ne e dim fort mirë se hyji nuk i dëgjon mëkatarët, por dëgjon atë që e nderon hyjin dhe e kryen vullnetin e tij. Që prej amshimit s'është dëgju se ndokush ja ka dhënë pamjet e syve të verbit që lindi i verbër. Po të mos ishte ky njeri prej hyjit, Zot mund bënte asgjë. Që se linde si e tjetër veç mëkat, i përgjigjen, e ti po na mëson. Dhe e qetën për jashtë. Jezusi e mori vesh se kishin qitur jashtë. Kur e gjeti i tha, a beson ti në birin e njeriut? A i përgjigji, po kush është ai zotëri që të besoj në të? E pe, i tha Jezusi, është ai që po flet me ty. A i tha, besoj o Zot, dhe ra përmbys para ti. Jezusi i tha, erdhën këtë botë të bëj gjyq, që të shohin ata që janë të verbër, e të verbohen ata që shohin. Disa prej farizejsh që ishin me të i dëgjuan këto fjalë dhe thanë, valla thua se dhe ne jemi të verbër?
Jezusi u përgjigji, po të ishit verbër, Zot kishit mkat, por se ju thoni shohim, prandaj mkati juaj mbetet. Fjala e Zotit. Të dashur vëllezër dhe motra, që në mesin e kreshmeve kisha në dhuron një djelë të veçantë, që quhet e djela e gëzimit, edhe pse jemi në rrugën e pendesës, në rrugën e kthimit, dikush agjeron ma shumë, sot na kujtohet udhëtimi ynë, se ka jem të shku. Drita e pashkëve. Tema që i bashkon këto lexime që i dëgjuam shumë e qartë, Zoti na thret, prej errësirës drejt. Leximin e parë, nëse e keni dëgjuar me vëmendje, profeti Samuel shkon në shtëpinë e Jeseut për me zgjedh mbretin e ri. Edhe ai sheh ata bitë mëdhaj që ja afron ai, bukur, mëdhaj, pashëm, mendon këta duhet me qenë, sigurisht Zoti i ka zgjedh. Zoti thot jo, njeriu e sheh pamjen e jashtme, Zoti sheh zemrën. Edhe e zgjedhin Davidin, një që s'ka ra shumë sy, një djalosh i vogël, që askush nuk e merr te parasysh. Kjo është një vërtet shumë e rëndësishme për jetën tonë shpirtërore, dashur vëllezër e motra. Ne shpesh gjykojmë sipas dukjes jashtme. Kush duket i fortë, kush duket i suksesshëm, kush është i rëndësishëm, por Zoti shikon zemrën. Ai sheh ato që tjerët nuk e shohin. Etjen për të vërtetën, dëshirën për të mirën, dëshirën me bë mirë, me pa mirë, edhe me qenë i hapur ndaj hirit të Zotit, ndaj edhe risive. Prandaj shpesh ndodh që Zoti zgjedh pikërisht ata që bota i konsideron të vogël. Njeriu i verbër, këtë dramë që e dëgjuam, në fakt është figura e çdo njeriu. Ungjilli na paraqet një histori shumë thellë. Shërimin e njeriut verbër që nga lindja. Ky njeri përfaqëson shumë më tepër se një person të smur. E në fillim tregimit pra është i verbër, pra nuk sheh, lyps, nuk ka asgjë. Edhe i përjashtuar. Shihni pak botën e tij. Paramendojnë si duhet ta ketë ndje veten ky person. Askush nuk e merr seriozisht, edhe një lloj vetmie. Në një farë mënyre ai e përfaqëson njeriu, gjendjen e njeriut pa Krishtin. Shpesh edhe ne jetojmë kështu pa i kuptuar. Mund të kemi sy fizik, por të jemi të verbër shpirtërisht. Mund të kemi shumë gjana, por të jemi zbrasti. Mund të jemi në mes njerëzve, e megjithatë mundi vetëm. Prandaj Jezusi thot, unë jam drita e botës. Mënyra se si Jezusi e shëron këtë njeri është shumë simbolike. Ai bën balt me pshtym dhe ja vendos mbi sy. Kjo na kujton krijimin e Adamit, ku Zoti e ka formuar njerin prej baltës tokës. Pra, këtu po ndodh mund me thonë një krijim i ri. Pastaj Jezusi i thot me shku mula në pellgun e Siloamit, e ky veprim është një figurë, një imazh i bukur i pagëzimit. Pagëzim ndodh pikërisht. Errësira largohet, njeriu lind për një jetë të re.
edhe fillon me pa me sytë e fesë. Prandaj ky ungjil lexohet veçanërisht në kohën e katekumenëve që përgatiten për pagëzim, sepse janë në rrugë të zbulimit të Krishtit, në rrugën nga errësira në dritë. Por ky mesazh është edhe për ne që jemi tash veç të pagëzuar, se çka ndodh? Pas mrekullisë ndodh diçka shumë paradoksale. Ai që kishte qenë i verbër që nga lindja, fillon me pa gjithë dhe ma shumë. Kurse farizejnë që mendonin se shohin, bëhen gjithë njema të verbër. Ky është dramatizimi i ungjillit. Farizejt nuk munden me pranu Krishtin sepse janë të lidhun me interpretimin e tyre të ligjit. E për ta mëkati është thjesht e ke thy ligjin, thjesht është e shtunë, e ke thy ligjin, ti si e njeri Zotit. Shife, si mundet me qenë e mbyllën e vrazht zemra njerëzore kur e she vetëm rregullin pa shpirt, pa zemër, pa dashni. E për Krishtin mëkati është diçka shumë e thellë, nuk është këto çështja a e theve ligjin ose theve ligjin. Çështja është mungesa e dashnisë. Mundet me ndodhë që një njeri mi respektu rregullat, por me pas zemrën e mbyllur. Ne ti kujtojmë vetëm ato tragjedit e historisë sonë, perandorit, komunizmin. Ka pas shumë rregull, po, a ka pas dashni. Pra, mundet me ndodhë që një njeri thjesht me pas një zemër të hapur për Zotin. Prandaj Jezusi në fund thot, ata që mendojnë se shohin bëhen verbër. E verbëria më e rrezikshme në jetën shpirtërore që e dim krejt etrit e kishës me mia vjet, thot krenaria shpirtërore, në kuptimin e mendjemallësisë. Kjo është shumë e rrezikshme, ku njeriu mendon se di gjithçka dhe nuk ka nevojë për dritën e Zotit. Dashur vëllezër e motra, historia të verbrit është rruga e çdo besimtari. Në fillim, ai thot, po një njeri, Jezus e ka emrin, ai më ka shëru. Shifeni në fillim, e di veç një emën, dikush, e pastaj kur e pyesin këta, thot, ai është profet. Shifeni, prej njeriu, tash ti kalon të hapi tjetër, thot, ai është profet. S'mund me shëru dikush që është mëkatar. E ma vonë, e mbron me guxim. Keni vrejt? Bie në 2 gjoj, thot, besoj o Zot. Njeri, profet tash thot Zot. E kjo është rritja e besimit. Fillon me një përvojë, dikush thot, e kom lutë Zotin, e kom një shtu, mrena meje. Pastaj bëhet njohje, kur e shet si qenë ka për ty, diçka e mirë. Pastaj bëhet dëshmi. Pastaj s'munësh munal me thonë, o, kështu më ka ndodhur, o, kjo është e vërtet. Dhe përfundon në adhurim. Dhe me thonë, ti o Zot, i di gjithë shka, ti e kënë ndorën tënde jetën teme. Shën palin leximin e dytë, thot dikur ishit errësirë, por tani jeni dritë në Zotin. Pra, krishteri nuk është vetëm dikush që e merr dritën, po bëhet dritë, edhe është dritë. E frytet, si i dim që është fryt, është mirësia. Njeri që e do drejtësinë, me pas raporte drejta, edhe në shoqni. Pastaj, pra, janë shumë. Por, ju do të dini edhe më mirë, pra, cilat janë ato, aja mënyra se si falim, një njeri që e thot vërtetën, ja këtojnë frytet e asaj drite që shkëlqen. Vetë ajo mënyra të jetumit
Sidomos ata që e din që janë të krishterë, ajo mënyrë e jetumit, ajo është qiriu që ndriçon. Nuk e mban dritën për vete, por thjesht ndriçon. Dashtën, vllazën e motra, në fund këtij ungjilli, njeriu bjen dy gjojnë para Krishtit, edhe ne sot mundemi me bën të njëjtën lutje shumë thjesht: o Zot, bën që të shoh, ta shoh të vërtetën e jetës teme, por dhe ta ndjej pranin tënde në jetën teme, por edhe mi pa nevojat e vllazënve e motrave, me pa. Nuk është çështja vetëm e këtyre dy syve në ballë, por shpirtin nëse se ke, edhe vullnetin me pa, nuk sheh. Nuk sheh. Kreshmet janë rrugë, pra, nga errësira në dritë. Nga një herë kem turbull, nga një herë nuk i dallojmë kush, çka, por ecim, vazhdojmë, kërkojmë Zotit dritë më shumë. Pra, nga mëkati në hir, edhe nga verbëria në shikimin e fesë. Fesë, mi po me fe gjana. E le të kërkojmë sot prej Krishtit atë që ka kërku edhe lypsi o Zot bën që të shoh. E kur ai na hap syt, le të kemi guximin, themi me gjithë zemër: Zot, unë besoj. Amen. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Besoj në një hyj të vetëm, atin e gjithë pushtet. Dhe gjitha shtendët që shihen e që nuk shihen. Besoj në një Zot të vetëm, Jezu Krishti, një të vetmin birin e hyrë, të lindur prej atit para të gjithë shekujve. Hyj prej hyj, dritë prej dritës, hyj vërtet prej hyj të vërtet, i lindur jo i krijuar, i një qenshëm me atin, nëpërmjet të cilit janë krijuar të gjitha sendet. Ai për ne njerëzit dhe për shpëtimin tonë zbriti prej qiellit, e u mishrua për virtyt të shpirtit shenjtë, prej Virgjës Mari, dhe u bë njeri, u kryqëzua për ne në Poncin Pilat, psoi dhe u varros, dhe u ngjall të tretën ditë sipas shkrimeve, e u ngjit në qiell, dhe rrenet të djathtën e atit, dhe përsëri do të vijë me lavdi, për të gjykuar të gjallët e të vdekurit. E mbretëria e tij nuk do të ketë mbarim. Besoj në shpirtin shenjtë, që është Zot dhe jetëdhënës, që rrjedh prej atit e prej birit, që me atin e me birin adhurohet e lavdërohet, që foli me anë të profetëve, edhe një kishë të vetme, të shenjtë, katolike dhe apostolike, dëshmoj një paksim të vetëm për faljen e mëkateve, presë ngjalljen e të vdekurve dhe jetën e pasosur. Amen. Vëllezër e motra, jemi duke u përgatitur për Pashkë, për ringjallje. Krishti është drita që na udhëheq drejt jetës. Ti kërkojmë atit dhuratën e shpirtit që të mund të ecim si bij drite. Lutemi së bashku duke thënë: drita jote o Zot, i ndriçoft hapat tanë. Drita jote o Zot, i ndriçoft hapat tanë. Për kishën që ka marrë misionin për të përhapur fjalën e hyjt, që ta transmetoj pa ndryshuar dhe pa zvogluar, të lutemi. Drita jote o Zot, i ndriçoft hapat tanë. Për shumë njerëz të shpërqendruar në natën e errët të ndyshimit, që secili të gjejë një përgjigje në dritën e plot të ungjillit, të lutemi. Drita jote o Zot, i ndriçoft hapat tanë. Që Zoti të ja dritë në zemrat e atyre që nuk shohin, e që të gjithë ata që punojnë në favor të tyre të janë të udhëhequr nga mirësia e vërtet, të lutemi. Drita jote o Zot, i ndriçoft hapat tanë.
që secili prej nesh në këtë kohë krejshmesh të angazhohet për të jetuar gjithnjë e më mirë hirën e pagëzimit, që të jetë kështu dëshmitar i Krishtit dhe i Ungjillit. Të lutemi. Drita jote, o Zot, i ndriçoft hapata. O Zot Jezus, ti ke hap syt verbrit lindur në pishinën e shenjtë të Siloes. Largojnë nga ne errësirat e gabimit dhe të gënjeshtrës, dhe na përcjell secilin deri te Ati yt, që jeton e mbretëron me ty në shekujt e shekujve. Na bukave vera,